dhe e mbylli dosjen e tij me Ballukun. Kjo është e pamohueshme. E mbylli me prokurorët. E mbylli edhe pavarësisht se një seri vendesh të Bashkimit Evropian kërkuan që prokuroria e vendit të mos pengojë në funksionimin e saj. Kështu që sot ai mendon dhe ndjehet me i forcë kur, bazuar në aktet antikushtetuese kriminale që ka ndërmarrë. Ndaj dhe sot është më domosdoshme se kur protesta jonë. Ndaj dhe sot betejë jonë është më etike se kur për këtë vend. Në ndërgjegjen e çdo shqiptari duhet të jetë e qartë thellë se rruga e vetme për të ndaluar këtë të keqe të madhe është protesta. Edhe njëherë, Edi Rama e nxori veten mbi ligjin. Nuk pyet më për kushtetut. Nuk pyet më për drejtësi. Nuk pyet më as për partner të ndërkombëtar, ose të themi nuk pyet për ata të cilët kërkojnë që në Shqipëri të funksionojë shteti ligjor, të funksionojë kushtetuta, të garantohet barazia para ligjit. Për këta ai nuk pyet më. Atëherë çfarë do bëjmë ne në këto rrethana, në këto kushte? Ne do ngrihemi edhe më fuqishëm. Ky është misioni ynë. Dhe ky mision sot është më i rëndësishëm se sa ç'ishte dje, se sa ç'ishte para dje, se në çdo kohë. Nuk mund të mbyll ai.